Lutjet për bashkët, vëllezër, mos e gabani rrugën, mos e lidhni xhuman me protesta kombëtare, mos e lidhni mos e bëni lidhjen që i konvenon Serbisë dhe Maqedonasve. Ne nuk kemi probleme fetare, ne kemi probleme kombëtare, neve na shkilen të drejtat. Ju, të cilët jeni të pakënaqur, duhet keni parasysh se PD-ja është rruga e drejtë, PD-ja është rruga e përvojës, PD-ja është lideri i opozitës shqiptare dhe bashkangjitun i PD-s. Ata të cilët vendosin kësi etiketa duhet në bëjnë dam të dyfisht. E para, ne të friksohemi se jemi musliman, po musliman jemi elhamdulillah, shka? Dhe e dyta, dhe na etiketojmë para perëndimorëve se ne jemi në anë të gabuar, se është e vërtet. Asnjëherë shqiptarës kanë qenë në anën e gabuar. Ne jemi me Shqipnin, me Kosovën, me NATO-n, me Amerikën.